Artisti i njohur Shemsi Krasniqi, i lindur më 1955, është gjetur pa shenja jete pas ditën e sotme në banesën e tij në Prishtinë. Siç mëson ekskluzivisht Sinjali, rrethanat e ngjarjes kanë qenë dramatike. Gjithçka ka nisur kur një grua me iniciale të B, e cila kishte shkuar në banesën e të ndjerit për të pastruar, ka vërejtur një përkeqësim të menjëhershëm të gjendjes së tij shëndetësore. Sipas raportimit të Sinjalit, dëshmitarja ka tentuar t'i japë ndihmën e parë, por në momentin që ka dalë nga banesa për të marrë ujë, dera është mbyllur, duke e bërë të pamundur rikthimin brenda. Kjo ka detyruar ndërhyrjen e menjëhershme të policisë, e cila ka hapur derën me forcë. Fatkeqësisht, njësia e emergjencës që arriti në vend ngjarje mundi vetëm të konstatonte vdekjen e artistit. Dyshimet e para dhe gjetjet në vend ngjarje. Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit policor, forenzika dhe mjekësia ligjore. Nga ekzaminimi fillestar i trupit nuk janë vërejtur shenja dhune. Megjithatë, burimet e Sinjalit bëjnë me dije se në xhepin e gjaketës së viktimës është gjetur një paketim i zbrazët i një pilule për stimulim seksual. Ky detaj ka ngritur dyshimet fillestare se artisti mund të ketë pësuar infarkt si pasojë e përdorimit të këtij bari. Me urdhër të prokurores kujdestare, rasti është iniciuar si hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.